babi më kalon 13 vjeçar, vendosa një ditë të merra çantën e shpinës dhe t'i thoya familjes që unë po iki nga këtu. Më vin nga gjithë thana e botës, kam 3 Airbnb, fillon nata nga 450 euro dhe mund të shkoj deri në 800. Unë vin nga Durrësi, nga Shqipëria dhe kam ardhur në moshën 24 vjeçar. Kam ardhur në 2014 në Strasburg. Jetesa në Shqipëri nuk ishte shumë e lehtë, besoj si për çdo të ri në atë kohë. Babi më kalon 13 vjeçar. Ekonomia në Shqipëri për familjen time ka qenë shumë e vështirë, prandaj unë vendosa një ditë të merra çantën e shpinës dhe t'i thoya familjes që unë po iki nga këtu sepse ashtu siç unë i shoh gjërat, nuk është ardhmja ime në Shqipëri. Unë faktikisht tu, falë Zotit, i pata marrë lejen i qëndrimi shumë lehtë, mbas 3 muajve, duke qenë në Francë, edhe nuk ka qenë shumë e vështirë sepse dija dhe çik frëngjisht para se të vija në Francë, edhe integrimi ka qenë shumë i lehtë për mua si integrim. Pastaj në lidhje me jetesën, sa me kriju atë familjen, çdo gjë ka qenë çik vështirë. Faktikisht kur kam ardhur në Francë duke qenë se vështirë dhe plus kur vjen në një vend huj, kur i thu që je shqiptar, nuk është se të ndihmon shumë. Megjithatë, kur e dim shumë mirë që nuk kemi çfarë të humbim nga aty ku vim, jemi të gatshëm të bëjmë çfarë kemi dëshirë dhe të punojmë fort për me arrit ato synimet që kemi. Unë fillim kam bërë shumë punë, kam bërë çdo lloj pune, kam la pjata, kam punu kamarier, kam punu duke qenë jashtë, duke pastruar, kam bërë çdo lloj pune. Dhe fal këtyre punëve më kanë dhënë një eksperiencë që më kanë ndihmu dhe më besoj se më ka rrit para kohe, po me kuptu shumë gjëra në lidhje me jetën. Po mbas një viti që unë erdha në Francë tu, vendosa të merra familje, vendosa të merra nënën time, vllajën me familjen e tij dhe tani jemi gjithë tu dhe jemi shumë mirë. Nuk kemi ankesa, pavarësisht se e mira s'ka fund kurrë, por falë Zotit kemi shëndetin dhe kjo është gjëja më elementare. Kam punuar çdo lloj pune në Francë edhe gjithmonë pasionimi i dytë ka qenë për të qenë berber, kuafër në Francë, edhe kam bërë studimet. Kam qenë në Paris, kam marrë diplomat e duhura dhe se në Francë nuk mund të hapësh një sallon pa pasur kualifikimin dhe gjërat që duhen elementare për të pasur një diçka të atën dhe u kualifikova në Paris edhe në funksion kësaj vendosa të hapja sallonin tim. Salloni është po në Strasburg, në qendër, edhe e kemi barbershop Albi, bëjmë shumë servise, bëjmë ngjyrosjen e flokëve, qethje, bëjmë edhe maska për fytyrën, i kemi të gjitha, madje nuk s'ka shumë kohë kam marrë dhe diplomën për këshillues imazhi. Këshillues imazhi është domethënë që me pas kontakt me njerëz që kanë dëshirë që ndihen keq me veten e tyre dhe nuk dinë se çfarë të blejnë e qysh tek, atëherë unë mund të sugjeroj që mund të marrësh këtë, mund të marrësh këtë. Maksimumi kam nga shqiptarët. Shqiptarët neve gjithmonë jemi, sidomos kur jemi jashtë, jemi gjithë në diasporë, neve jemi gjithmonë bashkë për në sfida në jashtë shtetit për me tregu të tjerëve që edhe neve pavarësisht se vim nga një vend shumë i vogël, dim të bëjmë shumë gjëra të mëdha. Edhe kam më shumë klient, kam shqiptar dhe pastaj po kam dhe franceze dhe pothuajse të gjithë origjina. Kur kam pas bërë çdo lloj pune, sigurisht kam pas kontrata që kanë qenë shumë të konsiderueshme këtu në Francë, edhe fal këtyre kontratave banka më ka bërë besim që unë të investoj në imobilier dhe në Airbnb, në pasuri të palyqme. Sigurisht unë kam dhe Airbnb në Strasburg dhe Strasburgu duke u njohur që është një ndër qytetet më të vizituara në botë, edhe ka shumë turistë që vinë edhe vizitojnë qendrën e Strasburgut, madje këtu kam dhe Airbnb në qendër që mund të shkojmë të vizitojmë. Kam pothuajse 10 vjet që kam filluar duke bërë. Normalisht I bëja një dhuratë vetes, çdo dhjetor e kisha si objektiv. Kam jo keq, kam që bëj Airbnb, po kam dhe njerëz që jetojnë për kohë të gjatë. Një nga këto është edhe që ka pamje nga parlamenti. Pamje më të bukur në Strasburg, besoj se mund të ketë. Tjerat janë në pjesë tjera të Strasburgut, në lagje të tjera të Strasburgut. Unë Airbnb që kam për klientë që më vinë nga gjithë thana e botës, kam 3 Airbnb, kam 2 në qendër dhe një që ndodhet në po të njëjtën banesë këtu, që është më shumë për këto që vinë që vizitojnë parlamentin. Pastaj janë dhe të tjera që ka njerëz që jetojnë për një kohë shumë gjatë. Ka shqiptarë, më vinë shumë shqiptarë që më shkojnë në privat dhe unë e kam bërë si rregull kur më shkojnë shqiptarët në privat, nuk I bëj të më paguajnë shumë shtrenjtë. Kam shumë amerikanë që vinë. Nga Anglia kam shumë që vinë sepse këtu është një qytet shumë I vizituar nga shumë njerëz botës, kam dhe shumë japonez. Fluksi që janë rezervuar
ka 1 vit e gjys 2 vjet para kohë është fluksi nëntori-dhjetori, që është full, fillon nata nga 450 euro dhe mund të shkojë deri në 800 nata. Unë të rive do i thoja që duhet të shfrytëzojnë rastin, sepse jeta e gjithë është një rast. Dhe njerëzit që shkojnë shumë lart janë ata që dinë të bëjnë dhe të guxojnë, sepse është e sigurt diçka që barka nuk lundron gjithmonë larg bregut.